Këtë të njëjtën në kuvend nuk u miratua kërkesa e Partisë Demokratike për zhvillimin e mocionit me debat për gjetjet e Olaf sa i përket abuzimeve me fondet e programit IPARD. Kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se Partia Demokratike dhe opozita, pavarësisht rrëzimit të mocionit, do të ngrejë brenda javës një komision hetimor për këtë çështje. Jemi i vetmi vend në Europë dhe në rajon që na janë bllokuar fondet, sepse kjo qeveri këtu ka vendosur të vjedh jo vetëm paratë e taksapaguzëve shqiptar, por dhe paratë e taksapaguzëve europian. E në fakt, qëllimi jonë nuk ishte të bënim politik me këtë çështje. Nuk donim të bënim politik me këtë çështje. Po sigurisht, ju keni në dorë të refuzoni mocionin me debat. Dhe do arrëzoni sot. Ju siguroj që brenda javës do të depozitojmë kërkesë për ngritur komision hetimor mbi këtë çështje. Sepse ta ulant, ne do të verifikojmë se si babai Suil Çelës mori paratë e fermerëve shqiptar, në vend që një fermer i Elbasanit, dhe këtu ka deputet Elbasanit, ti merrte 250.000 euro për të financuar mundi dhe ndjersën e ti, nuk i mori fermeri i Elbasanit. I mori babai i Suil Çelës, një njeri i shpallur në kërkim si kreu një organizate nga më të fuqishmet kriminale në Shqipëri. Bardhi akuzoi se familjarët e deputetëve socialistë dhe të afërm të personave të inkriminuar kanë marrë para nga fondet e IPARD-it. Janë bërë të dhëna publike se si drejtoresha juaj e AZBR-s, që më pas Edi Rama e ulin karrigen e ministrit të bujqësisë, shpërndante parat nga fondet e IPARD-it për familjarët e vet. Në vend që t'i merrnin fermerët e Divjakës, Lushnjës, Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë, jo i merrte vllai, motra, kushërinjt, burri, kunati i Frida Krifcës, ministres tuaj të bujqësisë dhe drejtoreshës së AZBR-s. Në fakt, tu kam një listë të gjatë, po ta lexoj, nuk më dalin 10 minuta. Se si kryetar tuaj të bashkive, se si familjar të deputetëve të Partisë Socialiste, kanë marrë fondet e IPARD-it, pra dashur fermer, kanë marrë djersën dhe mundin tuaj. Ai tha se fondet e Bashkimit Evropian dhe qytetarëve europian në vend që t'u jepeshin fermerëve janë marrë përmes njojeve familjare dhe politike.